Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në televizionin publik të Kosovës. Një lokacion në fshatin Kalludër e vogël të Zubin Potokut mbetet në qendër të hetimeve pasi dyshohet se aty ndodhet një varrezë masive nga lufta e fundit e Kosovës. Prokuroria Speciale ka konfirmuar se me urdhër të gjykatës themelore në Prishtinë po zhvillohen zhvarrosje, ekzaminime forenzike dhe procedura për identifikimin e mbetjeve mortore. Në vend ngjarja janë angazhuar ekipet e Institutit të Mjekësisë Ligjore, Policisë e Kosovës dhe zyrtarët e EULEX-it, të cilët po ofrojnë mbështetje gjatë operacionit. Ndërkohë Instituti i Mjekësisë Ligjore pas vlerësimeve preliminare ka konfirmuar se mbetjet mortore janë me origjinë njerëzore dhe se punimet do të vazhdojnë ditëve në vijim. Dyshimet e para janë se mbetjet mund të përkasin intelektualeve të Mitrovicës, të zhdukur me 19 prill 1999. Derisa hetimet dhe ekzaminimet në Kalludër të vogël po vazhdojnë, lokacionin e ka vizituar Ministri në detyri punëve të brendshme Xhelal Sfeqla, i cili ka përsëritur se institucionet nuk do të ndalen derisa të zbardhet fati i çdo personi të zhdukur. Ai tha se zbulimi i këtij lokacioni është rezultati punës së institucioneve të sigurisë, Prokurorisë Speciale, Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe bashkëpunimit me qytetarët. Sipas tij, hetimet po zhvillohen paralelisht për identifikimin e mbetjeve mortore dhe për nxjerrjen para drejtësisë të autorëve të krimeve të luftës. Ai akuzoi Serbinë për mungesë bashkëpunimi dhe pengim të procesit të zbardhjes së fatit të personave të zhdukur. Vazhdojmë me informacione tjera. 3 persona janë ndaluar nga Prokuroria Themelore në Prishtinë pas aksidentit fatal në një kantier ndërtimi në rrugën A, ku nga rrëzimi një vinçi humbi jetën një punëtor 26 vjeçar, ndërsa një 18 vjeçar mbeti i lënduar. Me këtë rast, numri i punëtorëve që kanë humbur jetën në vendin e punës këtë vit në Kosovë ka arritur në 16. Sindikata e punëtorëve të sektorit privat e cilëson situatën alarmante, duke thënë se siguria e punëtorëve, veçanërisht në ndërtimtari, po neglizhohet rënd. Ajo kërkon kontrolle shumë rigoroze nga Inspektoriati i Punës dhe përgjegjësi për kompanitë që nuk respektojnë standardet e sigurisë. Ndërkohë, Inspektoriati Qendror i Punës ka bërë të ditur se kantieri ku ndodhi aksidenti nuk ishte inspektuar më parë pasi punimet ishin në fazën fillestare. Edhe ky vit ka nisë jashtëzakonisht me një gjendje. Kryeparlamentaria Albulena Haxhi u kaftuar për të premten mbledhje me kryetarët e subjekteve politike që kanë fituar ulëse në kuvend për të bërë përgatitjet për seancën konstituive të legjislaturës së re, e cila është thirrur për datën 6 gusht. Ndërkohë, zvarritja e krijimit të institucioneve të reja po përsëritet një situatë të njohur politike në Kosovë pasi tripal zgjedhjeve të një pasnjëshme parlamentare. Pavarësisht kontakteve dhe kërkesave të partive politike, marrëveshja ende nuk është arritur. Megjithëse se vetëvendosja ka votat për qeverinë, kushtet e ngurta të partive opozitare për postën e kreut të shtetit po zvarrisin hapin drejt arritjes së një marrëveshje për ta bërë një hap drejt konsolidimit të institucioneve të shtetit. Njohës të fushës bëjnë thirrje për dialog për të shmangur krizat me pasoja politike dhe ekonomike për vendin. Një tërmet me magnitud 7.1 ball goditi ishullin Kyushu në Japoni duke shkaktuar shembje ndërtesash, dëme në infrastrukturë dhe dhjetra pas goditje. Autoritetet po zhvillojnë operacione intenzive shpëtimi, ndërsa shumë persona rezultojnë të bllokuar. Një tërmet i fuqishëm me magnitud 7.1 goditi prefekturën Kumamoto në jug të Japonisë, duke shkaktuar shembje në pjesshme të një qendre tregtare, ku shumë persona besohet se kanë mbetur të bllokuar. Raportohet gjithashtu për persona të zhdukur në një fabrikë letre pas shembjes së një oxhaku, ndërsa tërmeti shkaktoi ndërprerje të energjisë, dëmtime në rrugë, ura dhe ndërtesa historike. Autoritetet kanë angazhuar mijëra pjesëtar të forcave të vetmbrojtjes dhe u kanë bërë thirrje banorëve të qëndrojnë vigjilent për shkak të dhjetra pas goditjeve.
Presidenti Amerikan Donald Trump zhvilloi takime të ndara në shtëpinë e bardhë me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu në një moment të ndjeshëm të zhvillimeve ndërkombëtare. Me Zelenskin, bisedimet u përqendruan në forcimin e bashkëpunimit ushtarak dhe vazhdimin e mbështetjes amerikane për Ukrainën. Me pas Trump priti Netanyahu në takimin e parë mes tyre që nga sulmet amerikane ndaj Iranit. Në fokus ishin zhvillimet e sigurisë në lindjen e mesme dhe koordinimi mes Washingtonit dhe Tel Avivit. Në përfundim, 3 liderët morën pjesë në ceremoninë mortore të senatorit republikan Lindsey Graham, i njohur si një nga mbështetësit më të fuqishëm të Ukrainës dhe Izraelit në Kongresin Amerikan. Kaq për këtë edicion të lajmeve, takohemi me informacionet të radhës në orën 9.